Dhe qatë the mund tani për atë pjesë burrash që duan kënetën, si të mund tani janë janë. Ata mund të jenë shumë të mirë në jetën e përditshme, po janë çyryk komplet kur vjen punat e përgjegjësia politike dhe shoqërore. Shkosh mas kënetës duke qenë prind, ti mund të jesh demokrat sa të dush, po ti jesh prind, të kesh një vot, ke fëmijën në shtëpi 12 vjeç, nuk ka vot fëmija. Nuk ka vot. Por fëmija mas 5 vjetësh do jetë 17 vjeç. Vota jote për atë fëmijën do të thotë që nëse ti kontribon që Shqipëria të bëhet antare e BE-s, atëherë ti fëmijës tënd, në momentin kur bëhet 18 dhe do të shkoj të studioj në Europë, i jep pasaportën europiane. Dhe duke i dhënë pasaportën europiane, ti nuk i jep fëmijës tënd një dokument udhëtimi, se pasaporta që kemi ne sot është dokument udhëtimi, pa viza, po udhëtim. Lëviz, për të ndalon dot. Kur shkon atje, ju e dini shumë mirë, se ju shkoni e vini shumë me Italinë, keni zakon këtë ka 2000 vjet, edhe në komunizmi e ndërpreu, po kur shkon e vjen atje, të ndajnë anash. Ku po shkon, kush të ka ftu, sa lek ke me vete, sa do rish, a keni hotel të rezervum, dhe pastaj, ti akoma s'ke hy, je këtu, kur do ikësh? Kur do ikësh? Sepse, je i huaj, nuk je banore me drejtat barabarta e asaj familje. Nuk je jashtë vizës. Në momentin kur ti merr pasaportën, ti je njësoj si ata. Dhe fëmia, dhe sinqerisht ja u them gjithë prindërve demokrat, atë vot nuk e keni tuajën ju. Ju atë vot e keni dhe të fëmijëve. Dhe nëse ju zgjidhin kënetën për fëmijët tuaj, unë nuk e di më se qa emri meritoni, sepse duke investuar për Shqipërinë Europiane, duke dhënë fëmijës pasaportën, minimumit, student në Europë, fëmija, nuk do të detyroj ty të paguash 10 herë më shumë se sa një student atje. Por fëmija atje është njësoj si ata. Ju keni shumë njerëz dhe ne kemi plot që janë regjistruar Durrës nga Italia, nga emigracioni për të votuar. Tani, a mund të diskutojnë ata me ne apo me kënetën? Kush ja u ngriti kokën atyre në Itali? Që deri dje tremeshin kur duhet thoshin jam shqiptar. Kush i bëri ata që sot kur flitet për Shqipërinë në Itali, flitet vetëm mirë dhe është kthy bota përmbys tani më shumë dun italianët të vinë të bëjnë turizëm këtu se dun shqiptarët të shkojnë në Itali për turizëm. 1 milion italian vjet. Dhe kishin merakun e pensioneve, edhe pensionet ja u zgjidhëm ne. Por, pse ju duhet atyre Shqipëria? Se ka ca qyryk tjerë që thonë, ikare, do na fuzësh ti në BE, ne jemi në BE. Kush jeni në BE? Të jesh në BE si emigrant, si punëtor, me dokumenta, me leje pune, e tjerë, nuk është t'jesh me një pasaport europiane të Shqipërisë. Kur je me një pasaport europiane të Shqipërisë, ti je atje njësoj si italiani në çdo gjë. Madje njësoj si italiani duke qenë shqiptar, jo me pasaport italiane, me pasaportën shqiptare. Atje ti mund të kandidosh për këshillin e komunës, për këshillin e bashkisë, edhe për kryetar bashkie. Mund të kandidosh edhe për në Parlamentin Evropian nga Italia. Vetmja gjë që ti s'bën dot me pasaportën shqiptare të BE-s është bësh deputet italian. Normal. Po ata vlezër dhe motra që kemi në Greqi, që akoma jura goja dokumentat
Kur do marrim dokument? Ata dokumenti i shëndrimit, dokumenti i punës, dokumenti këtu, dokumenti, po pensionet dhe pensionet. Në momentin kur ne marrim pasaportën europiane, ata mund të rrinë në Greqi, në breza, dhe i kanë të tëra njësoj si grekët. Automatikisht. Dhe të gjitha atyre që janë jashtë, që Shqipëria ju duhet më e fortë, ju duhet më e mirë, ju duhet më e zhvilluar, ju duhet Shqipëria në BE, sepse në momentin kur ne hymë në BE, ne kemi me një herë një buxhet ekstra. Ju kujtohet Covidi se folëm në fillim. Pse nuk morëm ne vaksina, siç morën italianët, siç morën grekët, siç morën tjerët, dhe mora unë vrapin shkova deri te Pfizer në Amerikë duke ju lutur atij, e pastaj shkova në Ankara te presidenti atje dhe i morëm fillimisht vaksinat e para nga Turqia. Pse? Sepse nuk jemi antar të BE-s. Nuk jemi antar të BE-s. Bënin komente, shiko se Greku po na jep këtë, Greku po na jep atë, po ti pse s'ja jep? Ç'a jep te Greku? Ato janë para ekstra që BE-ja i jep vendeve kur ka një krizë. Se BE-ja është një familje, është një shtëpi e pasur dhe kush është brenda funksionon me rregulla bashkëjetese që kanë në themelin e tyre dy kategori. Vendet kontribuese, që janë Franca, Gjermania, etj, dhe vendet përfituese, siç do jemi ne kur të hymë fillim. Kontribuesit janë më të fortët, më të pasurit, më të mëdhenjt, që ndihmojnë më të vegjëlit, më të dobtit që të rriten. Dhe nëse dëgjojeni këtë, nëse deri më sot, në këto vite, ne kemi marrë nga BE-ja mbështetje 1 miliard euro e diçka më shumë, si antar të BE-s, çdo vit ne marrim të shumë. 1 miliard euro e diçka më shumë. Po e di ç'a janë 1 miliard euro e diçka më shumë çdo vit për Shqipërinë? Janë një buxhet tjetër komplet. Dhe me ato buxhet ne kemi mundësi të bëjmë shumë më tepër. Edhe investime, por edhe lëvizje të fondeve për të bërë më në fund dhe atë që e kemi një detyrim të madh dhe që duhet i dalim për zot në mënyrë tjetër, rritjen e pensioneve. Dhe shikoni këtu, ç'a marrim nga BE-ja. Kështu siç jemi sot, 90% është borxh. Borxh me interesa të ulta, kredi e butë, po është borxh. Kur janë antar i BE-s, 90% është para që vjen për ty, nga arka e përbashkët. Si mund t'i diskutojmë ne këto dhe të vëmë diskutim që do bëjmë këtu në Durrës, a do votojmë për Shqipërinë 2030 në BE, apo do shkojmë mbas asaj Shqipërisë të mustaqeve madhështore të Kujtim Gjusit. Si do ta bëjmë ne këtë? Si do ta bëjmë këtë? Dhe këtu në Durrës ne kemi një skuadër deputetësh ku 50% janë gra dhe vajza. Prandaj unë do t'ju lutesha shumë që të kuptojmë bashkarisht që 3 javë ikin shumë shpejt. Por ama në këto 3 javë ne mund të bëjmë diçka që s'do harrojmë kur. Ne kemi bërë zgjedhje plot, kemi fituar, kemi gëzuar etj, por nuk është se i mbaj mend shumë. Ato që ikën. Këto zgjedhje do t'i mbajmë mend, siç mbahen mend zgjedhjet e marsit të 92-shit. Në mars të 92-shit shqiptarët masivisht votuan Partinë Demokratike, jo se ishin me Partinë Demokratike të gjithë, po sepse ato zgjedhje ishin për të ndarë historinë, për ta mbyllur një kapitull gjatë me një sistem që ishte rrëzuar dhe shqiptarët i vun kapakun dhe për të hapur një kapitull 3. Dhe prandaj, ajo ishte koha, ai ishte vendi dhe Partia Demokratike ishte aty e vetmja mundësi. Ka që vërtet është kjo, sa ca muaj më mbrapa kur u bën zgjedhjet vendore, shumica e votoi kundër. Por ama me historinë shqiptarët e kishin bërë
hesapin dhe këshim mbyll hesapin. E njëjta gjë është në 11 maj. Është kohë e dur, është vend i dur dhe vetëm ne, po ju them vetëm ne, kush thot, jo më se mund të shkojmë BE edhe në tjerët, nuk kupton fare, as nuk e ka haberin si funksionon BE-ja,